3 javë i zhdukur, policia ndërpret kërkimet asnjë gjurmë e 4 vjeçarit. Policia australiane ka ndërprer kërkimet për 4 vjeçarin Gus Lamond, i cili u zhduk në zonat rurale prej gati 3 javësh. Përpjekjet dhe kërkimet nuk arritën të gjenin asnjë gjurmë të fëmijës. Voglushi u pa për herë të fundit me 27 shtator, duke luajtur jashtë shtëpisë së tij në një fermë të largët delesh pranë Wontes, rreth 300 km nga Adelaide. Gjyshja e tij e la vetëm për rreth gjysmë ore përpara se të kuptonte se nipi i saj nuk gjendej askund. Menjëherë janë ngritur kërkimet më të mëdha toksore dhe ajrore në historinë e Australisë Jugore. Policia nuk dyshon për ndonjë veprim të palishëm, por vijon me hetimet. Javën e kaluar, autoritetet i ndërpren për pak kohë kërkimet vetëm për t'i rinisur ato të martën së bashku me 80 personel të forcave mbrojtëse australiane. Fakti që Gus është një fëmijë i vogël, terreni është jashtëzakonisht i thyer, i ashpër dhe i nënshtrohet kushteve të ndryshueshme të motit, e ka bërë kërkimin të vështirë dhe më sfidues për ata që janë të përfshirë, tha policia.